ka mjaftuar një SMS për ta çuar drejt gropës. Intriga e tradhtisë vret dhe masakron 23 vjeçarin Fation Barmeta në Kloz të Matit. Fation Barmeta ishte bërë pa dashje dëshmitari një skene tradhëtie. Historia nis me bashkëshorten e përparim Bojës dhe shokun e ngushtë të vëllait të tij, Astrid Boja Fation Canan. Tradhtia jashtëmartësore e Flora Bojës dhe Fation Canës, shoku të ngushtë të kunatit të saj, është parë nga 23 vjeçari Fation Barmeta, i cili punonte kamarier në lokalin e dy vëllezërve përparim dhe Astrid Boja. Familjarët e viktimës thonë se Fationi dhe Flora e kishin paguar me 125.000 lekë të vjetra 23 vjeçarin që ky i fundit të mbyllte gojën e ta mbante të fshet, por nuk ka mjaftuar. Fation Barmetën e vrava se me ngacmonte kunatën. Kështu është shprehur në polici Astrid Boja, i njohur me emrin Luis. Ky i fundit është autori kryesor i dyshuar se ka vrarë, masakruar e më pas groposur në bashkëpunim me Fation Canën. Nëna e dy fëmijëve, 23 vjeçareja që punonte në lokalin e familjes së të shoqit, rezulton të jetë bërë shkak për ngjarjen e rëndë që tronditi qytetin e Klosit. Por në dosjen e hetuesve nga ana e policisë dhe prokurorisë së Matit, ky fakt nuk deklarohet as nga gruaja dhe as nga dy personat e arrestuar tashmë. Vet Flora Boja është shprehur për grupin hetimor se Fation Barmeta e kishte ngacmuar seksualisht disa herë, por ajo kishte bërë rezistencë. Madje ka ruajtur dhe disa SMS të cilat sipas saj Fation Barmeta ja kishte dërguar. Por grupi i ekspertizës zbuloi se kush nga dy Fationët në celularin e saj kishte dërguar në të vërtetë SMS me përmbajtje erotike. Nga ana tjetër, banorët e Klosit, të cilët nuk duan të identifikohen, thonë se Fation Cani, shoku i ngushtë i vëllezërve Boja, ka pasur marrëdhënie me Flora Bojën dhe për të mos zbuluar këtë lidhje jashtëmartësore, është bërë pjesë e grupit kriminal për eliminimin fizik të Fation Barmetës. Nga veprimet hetimore të kryera, ka rezultuar dhe fakti se prej disa kohësh viktima Fation Barmeta është kërcënuar dhe kanosur për jetën nga i dyshuari Astrid Luis Boja dhe pjesëtarë të tjerë të familjes së tij, sqarojnë burimet zyrtare të prokurorisë së Burrelit. Hetimet vijojnë pasi babai i viktimës deklaron se autori kryesor i krimit është bashkëshorti i Florës, përparim Boja dhe jo Astriti.